agresiviteti sot në parlamentin e Kosovës, veç që skërsiti Altia. Kër i pash dë, AK, PDK, LDK, qfar fjallori, ta mërkemenja këta qash patriote janë. Qka kanë mërë kështu? Pa sulmot mërë një grua ato, po shqiptari se ka pas mërë kur zakon me sulmu një femën, quhën pesh gjinja, wow, ta mërmena që u bon kiameti. Po nese nuk kanë faj edhe kjo Albini, pak i pa shpirë, bura, edhe kjo ja mor me terminal, ja mor aton, tash i ka shti me pagu taksa, paguj aton, ta e mësu mës me pagu kur. E problem është, se kur mësuhet një njerë vis me marë, me vjedhe, mës me pagu kur, është pak e ranë është. Unë pi besoj, edhe për ja besoj ty në të opozitës, a din se kanë vjedhe për shemëll 20 vjetë, edhe tash trap vjen Albini ja shkurton krejt hajnien, normal që quhen e bon agresiva, din e të sulmojnë, e të shajnë, e të thojnë gjithë shka. Po, me gra që ta nuk po mëj me kuptu, din qysh ka mundësi shqiptari mu qu me ofendu një femën, edhe pa kur farë arsye, din, vesh me gjujt e me thonë dishka, din, se hajde me kurtin, thësh ka dursa, atina se janina bursa jo është ndash patriot, ndash adhetar, ndash trem, ndash bab, ndash babgjësh. Ajo është king. Ama me femna, qëta nuk po mëj me kuptu se për tjerat krejt halal ja bajnë. Ama që ka pash sëd, që merë shumë interesant, që opozita janë shumë agresiv. Edhe kisha dosh me vet juve, që e këqyrni këtë videon, a rezikon jetën Albin Kurti, se që shishin qartë këta të opozitës, ka mundësi edhe me eliminu fizikisht. Jo e që e tutët këtyne, ajo ka thonë, as nuk je respektoj, as nuk je tutna. Po që shipash sëd, 3 partit të opozitës, këta dita ditës veç kur t'nin që kërsiti. Se edhe pak, ko të këthesh në djetërënon, kur shkën pasunia, shkën Almania tani, a din lu njeri. Po nese këta nuk e kanë bo me njërë, sa pet diqysh në ashta shkën, se kur e ki pasunien me njërës, me ta prejk dikush, ko gja të prejk në shpirtë. Po këta mos si se kanë me njërës, a din e kanë me hajni, po tha ma pet në ashta zbutën, a din mas një, amo që shipash sot, këta dëshin me hongër për zgjalli. Krejta kabinetin e qeverijes me ministra, me Albini, me krejt, po shqyqyr që i kem do gratë furta nuk për e tuk të neqë. E shesha Donika Gërvalën, shka me po, veç dhe, të veni, a ne në Albolien a gjiu, shka me thonë, shod, veç pullën, trak, t'ja nali zonin. Shqyqyr që kem apet që si femna që mund me nali zonin neve, se na zdërojmë na kur ka përcem krejt, s'ka tu paka shumë, ja, na kur dalëm pe tefterit, na dalëm me t'madhe, ose dalëm bjesht, na kun naltë, në 3.000-4.000 metra, po, ama nuk dalëm në ato bjesht që e këna dhonë më lidzia, atje në gudzon, ama me dalë, se e këna dhonë ato 8.000 hektar, ata tash malazes, po s'kjavën ato, ma shqiptar në gudzojnë, për balë kënjena, po, anash në kun, deg nga të jafrohen, ama që atje nalt, të e pikat e qakori nalt atje edhin, që atje s'po gudzojnë, si kum pas një atje nalt unë gjitë, me bo video, e me thonë unë gjita 2.300 metra në borë atje, në majet filonit. Ja, do bjesht tjera më të buta, ato është pak si nëzet. Se vetë ja këna dhonë, nuk në kanë faj ata. Na e këna dhonë, ja këna falë. Edhe ta shqitën patriot. Ta shtëvëm, ja, po, kush jeti? Qka me bo? Kuna mi thonë, qka mi thonë?
Qa shumë më përzi leshit e na që nuk për djetë kush o patrioti, kush o i mesme, kush o bodolla, e kush o hojnë, e kush o shpioni. Krejt janë bon shpiona, kejt hojna, kejt patriota, nuk i din njëri. Tash, kur ishe patriota, jep 8.000 hektar tokë, edhe thët janë patriot. E she ata tjertë votojnë gjykatën speciale, thët edhe unë janë patriot. Ishe këta tjertë që ka dhonë gjysën në rrugëve Radojqicit Minrejq me parët Kosovës, thët unë jam patriot. Ishe njerës që Radojqicin e kanë pritë në përzyre, kanë shku të aje, kanë najtë, e kanë këcy, e kanë angër, kanë pi, apet thët unë jam patriot. Nuk e dyshë. A din këtë kuptimin e fjallës patriot, përbes më ka përzi, nuk përdi shka është ma patrioti. Sëm të marrë vesh kush e kush mete, kush kaj. Kajt patriote e në bo. Dalin të atë për dykës të mbrojt drejtat së dëshin që këshin dalë për parlamentit, na nuk rrimë se për do në rezolun. Po 20 vjetë bre e konë në qeveri, po kur gjënë s'ke bon për UÇK-n, 20 vjetë e konë qeveria në shtetën, për shtetë, 20 vjetë, qka keni bon për UÇK-n, veç e keni votu gjykatën speciale, ja keni shtu një 25.000 të basha në listë veteranëve të vërtet, që ata 15.000 ka luftu për i me, e ta një ju ja keni shtu edhe një 25.030 që si o të basha shpijuna, 18 vjetë nuk ju keni dhonë asë një cent. 18 vjetë asë një cent veteranëve nuk ju keni dhonë. Edhe mas 18 vjetë e kërë ja keni njës me dhonë 170 euro për veteran, ja keni ndalu punën që me koni më varën aj për e teje, që me thonë që ose ti nuk më votën, mu unë e ta nali. Tash, sistemi i kësaj, ja kanë dhonë që mi shti njerës me votu për dykën, akën, e ata lëdykës, kur që janë lëdykës, që mos me ikë. Pa ta gjine nuk kanë bëdolla, qështu nërsyje thetë unë e të votoj ty, po a ku shkën ato të kutia prape votën Albin Kurti. Nuk, adin, është ketë normale, adin. Nuk s'munësh gjinjat mashtrojnë, se edhe na poplej jena bot meqëm, qysh pëllu një me neve, pëllu me edhe na me juve tash. Se kur përvje me li votën, po të thona, po të japëm, si del shpeatushit, veç ta matë, krajnë të ta mamin, ta e votën. Se qysh për na rani ju neve, edhe na për rajmë juve. Jena mësu pre juve tash, për që ata 500.000 vota Albini për banë. Se jo kur për dilni kështu na për mitin gjesene, kur për sheni 2-3.000 vetë, për thënë, ja, kena me fitu. Po ata që janë me juve ato, krete votojnë Albinin. Po nejse, kaloni mire, ju përshëndes deri në video në arshme.